I nderuar Zoti Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, të nderuar demokrate, dashur Floriana, i dashur Belind, i dashur Enri, ne këtu me njëri tjetrin kemi darë bashk shumë sfida në 4 vitet e fundit dhe besoj të gjithë jemi koshent që nuk është një kohë e mirë, është një kohë e vështirë për Shqipërinë e për shqiptarët. Dhe në këto momente reflektimi, mendimi nuk është luks, është detyrim. Dhe ky proces që Partia Demokratike po bën, unë besoj që është një nga proceset më të rëndësishme që ne mund të kishim kryer pikërisht sot. Secili prej jush ka dhënë shumë nga vetja, ka dhënë nga familja, ka dhënë nga qetësia vet, ka dhënë punën, ka dhënë kohën për ta mbajtur gjallë dhe në këmbë Partinë Demokratike. Për njerëzit që kanë qëndruar edhe kur ishte më e lehtë largoheshe, për ata që nuk kanë kërkuar kurrë asgjë, e shumë prej jush këtu në 12 vite nuk kanë kërkuar kurrë asgjë. Unë personalisht ndjej një borxh të thellë, ndjej njëkohësisht një mirënjohje dhe një respekt për gjithë punën, angazhimin dhe vetëse falënderime për atë që keni bërë në majin e vitit shkuar, që nuk ishte hera e parë në fakt. E keni bërë sa herë që ka pasur zgjedhja. Të gjithë e dim që Partinë Demokratike ka përpara një rrugë të vështirë, të mundimshme, po aq e dim se kjo nuk është e pamundur. Historia nuk njeh fitoret lehta. Po sigurisht për ato që duan ta ndryshojnë këtë vend dhe objektivi jonë është pikërisht për ndryshuar këtë vend, kjo është mëse e arritshme. Rruga drejt ringritjes Partisë Demokratike kërkon guxim, kërkon edhe guximin për të ndryshuar veten, po nga ana tjetër kërkon dhe vendosmëri për të ndryshuar mënyrën se si bëjmë politikë, se si hapemi, se si e bëjmë Partinë Demokratike shtëpinë e gjithë shqiptarëve, si dëgjojmë e si përgjigjemi realitetit të sotëm. Kjo nuk bëhet thjesht sepse ka ardhur koha për të ndryshuar, po bëhet për të respektuar të gjithë demokratët e thjeshtë, për të respektuar juve, për të respektuar ato që kanë punuar me mishe me shpirt, për të respektuar ato që janë themeli jonë që do të vazhdojnë të jenë themeli jonë anëtarët e Partisë Demokratike. Në këto 12 vite opozit ne kemi parë e kemi dëgjuar shumë. Kemi qenë goditur edhe nga një sistem i kapur, ndonjëherë edhe jemi lodhur nga betejë. Me pak mençuri mund t'i kishim evituar shumë nga ato që kemi kaluar veçanërisht në 4 vitet e fundit. Po një gjë e kemi mësuar, që Partia Demokratike është rezistente. Partia Demokratike është këtu, është në këmbë. Kemi mësuar të debatojmë, kemi mësuar të shërojmë edhe plag, që shpeshherë ja kemi hapur njëri tjetrit. Por nga ana tjetër kemi mësuar edhe të flasim, të mos heshtim, sepse fjala është e shenjtë në këtë parti e unë besoj e shpresoj shumë që kjo do të ndodhë të flasim, të tregojmë guxim për ta ndryshuar e përmirësuar Partinë Demokratike. Prandaj gjithçka që po ndodh sot në Partinë Demokratike unë e shoh jo si një kritik, po e shoh si një lëvizje për ta përmirësuar. Nuk e shoh si një ndarje, po e shoh si një mënyrë për të rritur, një mënyrë për të zgjeruar, e shoh si një kërkesë edhe për të përmirësuar. Të dashur miq, shumë nga ju përballen çdo ditë me problemet që kanë shqiptarët. Sa herë që shohim fëmijë të vegjël në rrugët e rrugicat e Degës, në zonën tonë, të gjithë kuptojnë barën e rëndë dhe vështirësitë ekonomike që kanë familjet. Sa herë që secili prej ju shkon e përballet me çmimet e larta, përballet me situatën e vështirë ekonomike, ju e dini, e përjetoni më shumë se kushdo, ndoshta më shumë se ne, vështirësinë e jetës. Sa herë që shohim fëmijët që përballen me një sistem arsimor i cili sot është më keq se çka qenë ndonjëherë në 34 vite. Sa herë që shohim profesionistë që e kanë të pamundur që të ushtrojnë profesionin e tyre këtu e detyrohen të largohen nga Shqipëria, ne e dimë se vendi jonë çdo ditë po humb njerëz. E ne duhet të jemi në lartësinë e detyrës për të bërë të pamundurën, që t'i përgjigjemi sfidave që ka koha e t'i përgjigjemi qytetarëve shqiptarë me ofertën më të mirë të mundshme. A mendoni se debatet tona të brendshme janë më të mira dhe shërbejnë më shumë shqiptarëve se këto nevoja që kanë shqiptarët? Unë mendoj që jo. Ne duhet patjetër të fokusohemi ke këto shqetësime që kanë shqiptarët. Ka vende për të bërë Partia Demokratike plot debate, ka forumet e brendshme, ka vende se ku mund ta thotë mendimin ndryshe në strukturat e partisë. Po ne duhet patjetër të përgjigjemi sfidave të kohës, duhet patjetër që të mbrojmë shpresën për shqiptarët, duhet patjetër të flasim për sistemin e kapur, duhet patjetër të flasim për çdo gjë që sot punon kundër demokratëve e kundër Shqipërisë. Ne nuk mund të pretendojmë që s'ka ndodhur asgjë. A kemi gabuar? Po plot herë. A jemi rrëzuar? Po, jemi rrëzuar plot herë. Por sot kemi nevojë që të ngrihemi në këmbë më të fortë se kurrë, t'i japim Shqipërisë ofertën më të mirë të mundshme, alternativën më të mirë që jam e sigurt të jep vetëm Partia Demokratike. Me mirënjohje më të thellë për punën e përbashkëpunimin,
me shpresën një bashkëpunimi akoma dhe më të mirë, duke ditur që ditë më të mira do të vinë, jo vetëm për Partinë Demokratike, por për Shqipërinë e për shqiptarët. Unë ju falenderoj me respektin më të thellë dhe kërkoj mbështetjen tuaj që këtë rrugtim që kemi nisur ta çojmë deri në fund. Faleminderit.